përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Pusho Shqiptarçe. Kësaj radhe në emisionin Pusho Shqiptarçe ne do të lëvizim shumë pak kilometra, rreth 53 kilometra nga qyteti i Shkodrës do të shkojmë në qytetin fqinj Bregdetar, në Ulqin. Arsyeja pse u thojmë kësaj radhe në Ulqin, edhe pse edhe herë të tjera kemi pasur motive nga më të ndryshmet, herë për Kalan, herë për plazhet e bukura që ofron ky qytet Bregdetar, kësaj radhe do të jemi në Ulqin për të ndjekur nga afër sofrën pejane. Është një aktivitet i cili rikthehet në Ulqin pas 19 vitesh falë kujdesit të veçantë të zotit Gëzim Hajdinaga. Ne do të flasim për këtë aktivitet shumë të bukur, të realizuar në qendër të Ulqinit, i cili solli kulturën shqiptare. Një bashkim dhe një vllazërim përmes kulturës realizohet nga kjo sofrë, e cila vjen pas 19 vitesh sërish në Ulqin. Aktiviteti do të shoqërohet edhe me mjaft intervista të tjera, jo vetëm të artistëve që ishin pjesë e sofrës pejane, por edhe një muze ku vizitorët e ndryshëm në Ulqin kanë mundësi të bëjnë fotografi dhe të marrin një kujtim të bukur nga ky qytet i bukur turistik. Po ashtu dhe një panair i këndshëm me prodhime vendase. Por le ta nisim fillimisht me panairin e këtyre produkteve vendase, mjalti, punimet e dorës e të tjerë, ishin të gjitha artizane gra ato që paraqitën punën e tyre në këtë panair dhe le të mësojmë më shumë për këtë pasion, por dhe profesionet që ato kanë në përditshmërinë e tyre. Dhe më pas do të kthehemi për të bërë një prezantim edhe të gjithë aktivitetit që u zhvillua e që u quaj Sofra Pejane. Shfaqjes së prezantimit të sofrës pejane para publikut të gjerë, jo vetëm nga Ulqini, do t'i paraprinte një ekspozitë e këndshme, e cila do të sillte traditat e bukura shqiptare. E konceptuar si një ambient ku vizitorët mund të bënin fotot me veshje tradicionale, tashmë kemi një aset të shtuar në turizmin që zhvillohet në qytetin Bregdetar, ku dihet që gjatë verës ai përjeton një fluks të madh turistësh nga çdo cep i botës. Organizata turistike e pasi diçka shumë tërheqës edhe shumë qelluar për qytetin tonë që të hape një studio ku turistët, por të gjithë edhe qytetarët kanë mundësi që të vinë në një ambient i cili ngjan me një dhomë të vjetër ballkanase, do thoya tipike, të zgjedhin veshjen tradicionale të preferuar dhe të marrin një fotografi profesionale dhe të ikën në shtëpi me një suvenir unik nga Ulqini. Pra kjo hapet sot për herë të parë, por do qëndrojë e tillë edhe për sa kohë? Hapet sot për kohë të parë, unë shpresoj që do të qëndrojë hapur për shumë e shumë vite. Është një, do të themi, një përvojë të cilën e kemi parë nga vendet, për shembull unë e kam parë në Stamboll dhe kam vendosur që ta tentojmë që ta jetësojmë edhe në Ulqin. Vinë, veshën me kostum, pozojnë në dhomën e adoptuar dhe marrin foto në shtëpi, do të thotë fitojnë, marrin foto profesionale. Një kujtim të bukur nga Ulqini. Dhe këtë foto në Ulqin. Po dhe me veshje tradicionale, origjinale të punuara me punë dore, dim të gjithë se sa të kushtueshme janë. Që nga fillimi kemi pasur për krahjen e organizatës turistike të Ulqinit, i cili është sponsori kryesor, ata na kanë siguruar veshjen e nusës ulqinake, gjithashtu edhe veshjen e nusës dhe fëmijëve nga ana e malit, e cila është zona e rrethit këtu tek ne. Për shembull, këtë veshje ma ka punuar gjyshja ime kur unë kam qenë vetëm 6 vjeçare, e kam rinovuar tek gruaja e cila merret me këtë punë dhe tashmë është plotësisht funksionale dhe mund t'i shërbej fëmijëve të cilat vinë këtu në studio. Kemi veshjet malazeze të cilat i kam siguruar nga të ardhurat e mia. Dhe shpresojmë, qëllimi ynë primar është që të kemi edhe xhubletën, por duke qenë se është mjaft e kushtueshme, nuk kemi patur mundësi fatkeqësisht që ta kemi veshje e katolikëve, do të thotë, e katolikëve shqiptarë. Ne në Ulqin kemi një numër të konsiderueshëm të katolikëve dhe natyrisht që e meriton dhe duhet që të jetë edhe këtu. Siç mund ta shihni, ne kemi hapur edhe ekspozitën me fotografi dhe aty është gruaja e veshur me xhublet, do thotë gruaja ulqinake, pasi përfaqëson shqiptaren katolike të Ulqinit. Një takim i bukur realizua me çiftin Ulaj, 6 vite martuar, të cilët ishin konkretizimi më i hijshëm i veshjes tradicionale të malësorëve shqiptar.
Ja ku kemi një çift simpatik, jo çift simpatik vetëm thjesht në aspektin artistik që ata të duken bukur kështu dhe për të simbolizuar nusën e dhëndrit, janë dhe në jetë reale këta të martuar. I prezantoj një herë emri jot? Monika Ulaj. Gjetë Ulaj. Okej, ke mbajtur mbi emrin e burrit apo kështu e do zakoni, ja? Po, ashtu e kanë mësuar. Ashtu dhe siç e do tradita, nuk kemi tani mbi emra të tjerë në të vajzërisë. Shkoj te burri, do marr mbi emrin e burrit. Sa kohë keni martuar? 6 vite. Si ka ecur martesa deri tani? Mirë, shumë mirë, na ka gëzuar Zoti me 2 fëmijë. Kem 6 vite keni bërë 2 fëmijë. Bravo, kem djalin dhe vajzën. Okej, kështu që kjo që ka herë vajzë për vete një herë, një çift shumë i ri, po habitim që keni fëmijë, domethënë 2 fëmijë. Po shikoj veshjen. Veshja karakteristike, po ndale më shumë këtu te veshja, nuk e di nëse edhe kjo është e vjetër? Po, edhe kjo është më shumë se 1000 vjeçare. Çakshire xhamandan tek malsort. Ku i ke siguruar sot për të ardhur këtu? Këtu e kem trashëgimi i qysh të parë tanë. Sa bukur, dhe ti i ke personale, nuk është se i ke marrë diku? Jo, janë të mijat personale. Domethënë ju kur hapni ato sepetet, i keni kështu, e hapti tëndin, edhe nusja. Ndërsa veshja jote nga është e trashëguar? Edhe kjo është për 100 vitesh, është prej të gjyshës eme, atë gjyshja, të nona, ta shëveshive. Sa bukur, e shoh që është në gjendje shumë të mirë, nuk besoj se i mungon ndonjë gjë, paska dhe të gjitha bijut e asaj kohe, shoh që është sermit apo jo? Po, sermit, sermit. Të porositën kujdes. Të kesh kujdes se mos kputet, mos humbas diçka. Duhet me pa kujdes. Si ndjeni sot që e keni veshur? Shumë mirë, jena krenar, kur i veshim këto e kem një barë të madhe mbi shpinë, ashtu që jemi krenar, gjubdet është ma shumë se 2000 vjeçare, jem të gëzuar se është edhe në UNESCO, shpresojmë që edhe këto robat e mia të hynë në UNESCO. Vishni shpesh, ju jepet mundësia që të vishni herë pas here? Po, i veshni shpesh, sepse ne jemi edhe në grup folklorik. Kuptohet, jeni shoqërinë Besa apo po? Po, Besa e Treshit. Besën e Treshit e kemi nxjerrë kush e di sa herë në transmetimet tona. Unë ju uroj jetë lumtur dhe ju përgëzoj për këtë traditë që e sillni kështu të gjallë përpara të gjithë spektatorëve, po i quaj që kanë ardhur. Do t'ju lodhim pak sot se fotografitë me ju ma merr mendje i bëjmë vazhdimisht, por jeni mësuar me. Jem mësuar, por dash. Dërsa pak më tuti ishte hapur edhe një panajir me prodhime vendase. Ky mjal nga ka ardhur? Ky mjal ka ardhur prej Katërkollit. Tani Katërkolli ka mjaltin më të mirë në Ulqin apo jo? E ka mjaltin shumë të mirë. Ka lule në Katërkoll, ka klimën Katërkoll. Vetëm se Katërkoll ka lule, por vajza e shetitën edhe në për vende tjera. E qanë në përkatune ku ka lule me marë prej shërbelet, prej malit. Burin e vajzës, ajo se bën këtë punë, apo jo? Aja bën bashkë me burë, të dy bashkë punojnë. Marrin kosheret, i hypin në makinë, Pa, i marrin kosheret, i qojnë edhe në kraj i qojnë. Pa. Ata do të jenë shumë të dhënë, sa koshere kanë gjithë edhe? I kanë deri në 320 koshere. Që theti me 320 koshere? 320 Mos më thuj që ka dhe punë të tjera, apo vetëm e bledet merret? Po, ka dhe punë tjera se punan, vajza punan edhe dhonërit e dhe punojnë. Sa mi e pas ke shumë punëtore, fëmijë ka, goca? 2 fëmijë, një djalë e një vajzë. Edhe nënën, edhe bletëricën, edhe atë shtëpiakin që pastron e tjerë? Kanë vjehra, një edhe vjehra shumë. Si shkoni me vjerën? Mirë shumë, mirë shumë. Kur e ndihmon, nuk e shajmë. Ja, e ndihmon shumë. Atje ne kemi mjalti, ka vënë emërtimit ajo, mjalt lule është gjithi? Ka mjalt prej gështenjet, edhe ka mjalt prej malit, mjalt malit. Është i riu apo ato që kishin betur? Ja, ata që kishim qish vjet, i riu nuk ka dala la. Zel tani? Ja, edhe 2 javë. Nuk ja kemi ide në fare të çmimeve të mjaltit këtu. Po, 20 euro është kilja mjalti. Shumë në Kavanosi që marrin 20 euro? 20 euro. Këta të voglat janë që janë përzime me fara të zeza, ta janë ka 10 euro që janë gjys kilogram. Kur vinë shqiptarë, dhe aqe blenë, apo thonë ma ull? Ja, nuk thonë gjë, vetëm se pysin sa 20, kush e merë, kush se merë edhe. Ska tolerancë, e ka bo bleta. Të lumë të dora. Kush do mjalë të vinë në Katërkoll, si e ka emrin goca jote? Liridona Salaj.
Po për emrin që ka Liridona, duhet i marrim mjaltin Liridonës. Liridonës, i ka etiketa të, punojnë bashkë me burr. Punime dore, Bravo, që ti tradicionale. ke me shumë pasion. Sa kohë ke që po merresh me këtë? Kohën e fundit 2-3 vjet. 2-3 vjet, Pa. që si lindi ideja? Prej mas koronet, kur ka qenë izolimi atëherë. O, sot çudirat i solli ai Covidi, ë, shiko të zgjoj ca pasione të vjetra i kishe, po ti thoja unë të merrem, i nas në Ja, mënyrë. ja. Po ja që e more seriozisht. Mi Hajde, shpjegoj se filloj. çfarë ke përgatitur. Këta i përdorim shamia, do të mindilat, për dash, për nuset. Sa bukur ju ndryshon ka shumë me shamin që janë Kjo shkodër. është për veshjen kombëtare të Tulqinit, Aha. inxhit, punimet që i veshin për veshje kombëtare. Krejt me rruza, çaj është me inxhi dhe rruza i baj punë dore. Ti prodhon vetë gjitha Po, këto, nuk po, është se tona, i blen. ja, Shiko, i vë dhe etiketën atje, Po, i vë dhe... i blejmë të shkandal krejt, i kenë të Instagram, i porositën, ambalazhat krejt. Edhe punim punim tyre në Shkodër një. Si e ke adresën se komunikojnë vetë ata në Instagram. Thuaj pak pa, adresën. handmade by Vicky. Okej, dhe aty do të marrin përgjigje apo do marrin përgjigje mas jave? Marre krejt. Marre se Vetëm çka. për porosi, se mos ta shkruaj ndonjë gjë tjetër, ë? Vetëm Ja, për porosi, okay. porosi. Okej. Bukur, ndërkohë që ke dhe qendisë ande me punë kryq, Po. kë marri më shumë këtu? Kë marri më shumë? Punimet e vendit ton. Eventit, a? Këta, Ato për tradite, dasma po, që po, kujdesen po. shumë. Shamia, të vakt, inxhit, këta janë. Ma tepër për çka përdor qyteti jon. Tani ju dimrit i çrrini. Ama kur vjen vera, bëni namin, ë? Kur ka dashma, sezoni dashmave. A martohen këtu në Ulqin si dikur? Po traditën e majnë, për jetë e majnë. Veshjen kombëtare, e veshin, e përcjellim, te vajzat, te nusja. Okej, jo se mendova mos i marrin tani kështu i bëjnë dasmat jashtë edhe Ja, bile më shumë ata që janë për jashtë i bajnë, i porosisin, po. Ata më shumë. Pa, i Pra, në ruajnë, Ulqin me ka fanatizëm i rëndësi- ruajnë. Veshjen kombëtare në Ulqinit e Dasma ruajnë. ka prapë rëndësi dasma. Shumë, Se shumë. tani edhe martohen dhe ndahen, por jo këtu. Jo, japin shumë, rëndësi. shumë i sheshajt. Dita e veçante. Si jemi përfaqësues të Artisan Aroma. Ne kryesisht merremi me produkte artizanale, fokusin e kena Është një punishte që është në Ulqin, për t'ju shpjeguar gjithë teleshikuesve në Shkodër. patjetër në Ulqin. Bëhet fjalë për një punishte të mirëfill ku keni dhe punëtorë. Artizanale. Jo, jemi vetëm 2 veta. 2 veta. Kemi filluar si hobi, si fillim, duke u koncentruar në produkte natyrale dhe bio, që janë sapunet natyral nga hithra, farat e zeza dhe mjalti. Pastaj janë edhe qiri nga dylli i bletës, 100% dyll blete. Pastaj tash kemi filluar edhe me sapunat dekorativ që janë shumë kërkuar për dasma, për festa, për... Kërkoni edhe në dasmë tani, ë? Po, janë produkte që i paketom sipas kërkesës së klientit. Dhe bukur mund të merret me vete, sidomos emigrantët i kanë dhurata fix që nuk duan shumë vend në valixhe. Janë edhe aromatik, përveç këtyre që janë 100% bio nga dylli i bletës. Kërkohen mjaft shumë, janë qiri dekorativ nga dylli i sojës. Okej, si ja bët për teknologjinë, ku e mësua, si prodhojnë tek dorë? Me kurse online, po. Kurs online. Patjetër, Sa si herë- fillim duhet se asgjë nuk dihet pa mësuar. Sa herë dështuat në fillim derisa të shkoni te receta juaj Nuk mund specifike? të themi dështim, por çdo herë produkti del më i mirë e më i mirë. Okej, pra ju po që të mos gabonit në fillim, por e përmirësua dorën dhe e bët shumë të mirë. Okej, nga Shkodra keni ndonjë blerës që vjen apo përgjithsisht vështirë? Ne kemi filluar në tetor të vitet të kaluar. Mos keni për vitin? Akoma s'kemi Dhe i bëni bërë. kaq të bukura dhe kaq të mira. Kemi vullnetin dhe dëshirën për sfari, atëherë si të bëhet. Keni dhe një angazhim tjetër në jetë? Po, kemi punën e rregullt. Kemi Ja, më shumë. ekonomiste. Ekonomiste që merret me një hobi që e ka shumë për zemër. Dhe nuk kanë lidhje njëra me tjetrën, po si thash në fillim është hobi. Estetika dhe Çfarë rezultati ka dhënë se është punë shumë fine, është një dhuratë shumë e bukur dhe ka vlerë se kur thua ti hithra dhe të gjitha këto bimët e tjera që i përdor, është edhe e shëndetshme. patjetër. Aty e kemi edhe fokusin kryesor. Të klikojnë në Shkodër, në cilën adresë? Në faqen e Instagramit Artisan Aroma. Okej. Kështu që
Ata do e kenë parasysh vetë dhe nëse do duan këto dizenjo kaq fine dhe kaq të bukura, sidomos për dhurat, ja ku klikojnë në Shkodër çoni porosin. Patjetër, patjetër. Këtu e kemi Shkodër, ne thënë gjysmore e kemi. Afër jemi komshinj. Ky prej ishte reportazhi që ne kishim përgatitur fillimisht me artizanët dhe me muzeun i cili do të shërbej për çdo vizitor që dëshiron të marrë një kujtim të bukur nga Ulqini, duke veshur veshje tradicionale ulqinakase dhe më pas duke e vendosur në atë albumin e fotografive që i ka nga vende të ndryshme të botës. Por kjo Ulqi do të jetë me të vërtetë shumë e veçantë. Ne do të vijojmë me emisionin Pusho Shqiptarçe me atë që premtuam që në fillim një përmbledhje të aktivitetit Sofra Pejane që u realizua në Ulqin. Le të mësojmë më shumë për qëllimet e këtij aktiviteti dhe për një traditë të bukur ku nuk mungojnë edhe sugjerimet ndaj kryebashkiakut të Bashkisë Shkodër, zotit Beci. Ndjekim materialin. Ulqini për të rinë jetën e tij ende pa nisur mirë sezoni turistik. Pranvera fiton më tepër koloritin e saj nga aktivitete mjaft të bukura, shoqëruar me qëllime në shërbim të vllazërimit kulturor, duke ka përsyer kufi territorial. Aja që është formula kryesore dhe fuqia më e madhe e kulturës, edhe atëherë kur ndoshta një zok nuk ka mujt të fluturojnë, me kulturë kemi eliminu barjera. Më kujtohet shumë vite më herët kur nuk ka qenë hapur pika kufitare e Muriçanit, atëherë unë antari qeverisë, ministër në qeverinë e Malit të Zi, kemi hedh barierat dhe kemi lidh urët e bashkëpunimit, sidomos me qytetin e lashtë kulturës që e kene Shkodrën Loce. Një sofër pejane që rikthehet pas 19 vitesh në këtë qytet bregdetar, falë vullnetit të mirë dhe përpjekjeve të qendrës për ruajtjen e kulturës dhe mbështetjes së pakicave në Mal të Zi, me kryetar zotin Gëzim Hajdinaga. Sonte jemi këtu me sofrën pejane, ata janë këtu mas 19 viteve. Unë i kam pas ftuar ata 19 vite më herët si kryetari i bashkisë. Dhe 19 vite nuk i ka ftuar askush, nuk kanë qenë në Ulqin, por jo vetëm në Ulqin. Mram, sofra pejane ka qenë në Rozhaj dhe kemi dashur në këtë rrugtim nga Peja, Rozhaja dhe përtar deri në Ulqinin e bukur, qytetin e vjetër i lirë të Ulqinit dhe të kulturës. Sofra pejane t'i jap një falënderim qytetarëve të Rozhajës për çka kanë bërë në vitin 99 për vllazërit tonë nga Kosova dhe lutim Zotin që ato ditë mos përsiten kurrë, por gjithmonë të jetojmë në paqë, në mirësi dhe në komunikim njëri me tjetrin dhe kemi qenë të shumë pritur në Rozhaj, normalisht atje është një komunitet i joni shqiptar, por edhe bosnjak, por me të vërtet ka qenë një pritje e ngrohtë. Këtu nuk dyshoj, sepse Kosova është ngushtë e lidhur me Ulqinin e në veçanti Peja. Pra është kultura që na bashkon. Unë personalisht këto lidhje i kam qysh në lindje, i kam në familje, në genetik. Lehtësisht do të kuptosh kënaqësinë që ndjejnë artistët pejan teksa bëhen gati të dalin para publikut me interpretimet e tyre. Përshëndetje, respekt në emër të Pejës, sofrës pejane, gjithë Kosovës, për Shkodrën Loce, i tha Shkodrë, i tha të gjitha, është sofra pejane. Një shoqëri kulturartistike që ruan traditat pothuaj 200 vjeçare, jo vetëm të këngës, po të kulturës dhe traditës qytetare. Në mesin e kësaj shoqërie ka emra profesionistë të dëshmuar të traditës të këngës dhe të instrumentistëve, ndërta është edhe Ramadan Krasniqi, janë këngëtarë të tjerë, është Sead Musha në klarinet, ndërsa janë dhe këngëtarë interpret, një pjesë e cilëve po ashtu janë persona me profesione të ndryshme të njohur për Kosovën dhe hapësirat mbar shqiptare. Sonte sofra pejane performon në Ulqin për shkak lidhjes traditës, qoftë muzikore, qoftë kulturore, qoftë bashkimit shpirtëror të kombit, qoftë edhe traditave ndërfamiljare, martesave të shumta, në kuadrët e turit që ka pas një natë më parë në Rozhaj. Rozhaja e cila shtroi sofra në vitin 89 për eksodin, sikur edhe Shqipëria gjatë luftës së fundit për Kosovën, dhe po ashtu i kemi kthyer Rozhajës sofrën me këngë.
Jo vetëm në këtë rast, por edhe në role të tjera drejtuese, zoti Hajdinaga ka shprehur dukshëm mbështetjen e tij në çështjet kombëtare përmes kulturës. Unë edhe si ministër e sekretar komune jam marrë me kulturën, sepse kush nuk merret me kulturën, nuk merret me veten, me identitetin e vet kombëtar. Mas kishte qenë Kosova, ndoshta unë se kisha pas emigrim. Kosova na ka marrë gjallë me identitetin ton, atje jemi shkollu dhe jo vetëm Kosova, ne këtu i dom shqiptarët e Maqedonisë. Unë si kryetar komune për 3 ditë për herë të parë kam organizuar ditë arbrezhve të Italisë që i kemi atje. Është një fenomen cili popull mund 500 vjet me rujt gjuhën dhe mështë asimilohet. Sonte performojmë në Ulqin, është më rëndësi që këtë ky organizim është në kuadër të qendrës për mbrojtjen e pakicave në Mal të Zi dhe drejtorit saj, që është ekuivalent me një post ministror zoti Gzim Hajdinaga. Antar dhe këngëtar të sofrës pejane sonte performojnë për publikun ulqinak, por unë po shoh edhe njerëz nga Shkodra, edhe nga Kosova, edhe nga Peja veçanërisht, edhe nga Mërgata, mes nga Mërgata kemi dhe antar dhe këngëtar të sofrës. Kam prapa vetes kujtim Nelën që ka ardhur nga Amerika, Frimlatën, zotin Agip Xhikolli, Naser Krasniqi nga jashtë, kryetari i sofrës pejane Sadik Sadiku. Janë këngëtarët e njohur dueti Baki dhe Caki, dueti Sinani shumë të njohur, është Meti Krasniqi, Filoniti. Që ka më shumë më Filoniti. gjatë në shoqëri, cili është ai që ka më Me shumë? moshë më i ri është Sadik Sadiku, është kryetari i sofrës pejane. Ashtu, mosha jote? Mosha jam 80 vjet. O, ti zuke shfare për 80 vjet. Bravo! Kënga të kanë mbajtur kaq të ri? Me traditë për cilin. Me traditë. Po sigurisht. Pra sa më shumë të këndojnë njerëzit, aq më gjatë Aq më jetojnë. Edhe mirë, jo gjatë, po dhe mirë. Ka nga rrjet i zemrës, për shpirtit. Sead Muçe që është drejtues artistik, është klarnetisti më i mirë në Kosovë, sonte do ta performoj Bareshën. Përshëndesim. Ju përshëndesim, sa mirë që jeni bashkuar të gjithë së bashku. Sonte jem këtu në shtëpinë e dytë, usinën e kem kështu diçka më për merak. E kuptoj. Do ta bëjmë qefin më të madh. Një sofër që përbashkon traditat, por dhe artistët, një vlerë që duhet të kishte jehon në çdo vend ku shtrihen trojet shqiptare. Cilat janë shtyllat e sofrës pejane dhe ku ndryshon nga e shkodrane, apo kemi të bëjmë me të njëjtën? Po në anën aspektin profesional, nëse flasim një krahasim në mes sofrës pejane dhe sofrës shkodrane, është një farë dinamike pak tjetër, kemi dallim në ritmikën e këngëve, besoj unë, në mes të Shkodrës dhe Pezë dhe pjesës tjetër. Sofra pejane më tepër ndoshta është ndikuar nga Shqipëria mesme, nga qyteti Elbasanit, nga këngët e vjetra tiranëse. Peja ka një traditë këngëve autoriale, Peja ka emra të mëdhenj, Peja ka pas shoqëri profesionale muzikore që në vitin 1939 me bandën ose orkestrinën e femrave të mandolinave, pra një qytet që ka esnaf, që ka del, që ka tradit, që ka profesionizëm dhe që ka edhe shkollë të muzikës që moti me dekada. Sofra është traditë e së familje pejane, normalisht të bukurën dhe të mirën çdo kush e do për veti, nëse është fjala që të bëjmë garë në çdo herë jemi prapa Shqipërisë. E kuptoj. Në Shkodër bëhet sofra shkodrane. Si ju duken tani, se kemi dhe një producent atje, agjencia, po na ndjek tani përmes emisionit, agjencia e spektakleve Jehona e Shkodrës, që bën atë sofrë shkodrane vit pas viti, a do kishit ardhur ju në sofrën shkodrane? Se jo me kënaqësinë më të madhe. Me sjell një traditë tuaj atje, po të përmbledhur sofrën pejane brenda sofrës shkodrane. Patjetër. Do i shkonte? Do i shkonte, do i rinte bukur, sepse ne kemi pas edhe para sofrës Tiranë, se performanca që nga viti 2010 kemi qenë pjesëmarrës të këngë të shekullit dhe po ashtu në Top Channel dhe media tjera, nëse nuk na thret sofra shkodrane, marrim obligim që t'i thrasim ne në pej, kemi për çfarë të tregojmë. Do kisha shtu dy fjalë sa i përket sofrës shkodrane. Normalisht që ne me shumë kënaqësi do ta pranojmë ftesën, sepse jemi edhe miq të Sabat Roshanit. Sabat Roshani është një dojen i milionit i muzikës shkodrane, edhe falenderoj përzemërsisht komplet Shkodrën. Artist në skenë, por dhe profesionist në jetë. Me tyre do të gjesh avokatin, profesorin apo doktorin. Është doktor Nazmi Morina. Doktor? I ka më se 30 këngë autoriale. 65. Doktor ortoped i njohur i Kosovës. 65. Kemi avokat, kemi njerëz profileve të ndryshme që bashkon rreth sofrës pejane. Këndojnë dhe më mirë se këngëtar profesionist. Doktori ka kohë për të I ortopedisë. Po të sa është futur këtu duke kënduar. Në ortopedi dhe vjen edhe këndon dhe cili është roli që keni sofrën? Unë komponoj, shkruaj tekste. S'keti klinikë private që shkon nga shteti dhe klinika private dhe pas Jo, zgjen e kohë? kam klinikën private, normal çdo ditë. Po, patjetër. Hobi shumë i bukur. Emocione merr për këtu? Çfarë emocioni? Pse të Po shërben sofra? këtu mbushesh energji, patjetër, mbushesh energji, ka shoqëri të mirë, ka mahi, ka biseda të bukura, ka këngë,
ka këngë spontane të cilat ne I bëjmë gjatë përgatitjeve. Si më e lanë këtë sofrën, si më e lanë. Sa model të mirë më ke dhënë për atje në Shkodër, se po të pyesësh mjekët ortoped si që ti? Po. Vdi që marruam, telefoni sa pushon. Ti gjen dhe kohën edhe për këngë. Patjetër. Kënga është ilaçi I shpirtit, ju e dini atë. Shkodra ka plot dashuri. Unë e thras njerëzit e kulturës, sidomos që kemi eliminu barjera, kufit janë të hapur, bashkëpunimi edhe institucional është I mirë, le të jenë aktiv për çdo ditë për shparos të vlera që I kemi si komp shqiptar, sepse pakush dhe asnjë komp ndoshta nuk mund të lavdërohet me ata që kemi ne në trashëgimin kulturore tonë. E ndërsa shfaqja pritet të fillojë, na tërheq vëmendjen një çift I hishëm nga Ulqini, qytetar autokton, që nderohen e respektohen shumë këtu. Sa kohë keni martuar ju? Sa ka 50. 52 keni kaluar gjysmë shekulli. Gjysmë shekull. Ju keni lindur në Ulqin? Në Ulqin. Në Ulqin dhe babai dhe gjyshi në Ulqin? Po. Pra brez pas brezi, ju do të jeni autokton, ulqinakës. Po, ulqinak, 85 vjet po bëjnë. Si ka qenë jeta juaj në Ulqin? Shumë mirë. Knaqur. Kena punu, kena ranu, kena... Profesion me se e marrë në jetë? Kasap kam qeni. Kasap? Prima, me sëndej, hotelier. E kasap u bëre biznesmen, u bëre... Kasap, biznesmen një tu, e ka pas baba jem me dajë një vetë ka punu, një duka një parë. Dhe fitove ka I shumë sa bëre hotel? Tanë kasapane kanë qenë të post. Tanë. Aja nelt nuk ka qenë për para. Tani kasap ka më, apo nuk janë ashtu si që keni qenë? Pala me të kalëzu drejt, më I mërshmi e më I mrapti unë jam. Se tanë kanë dek. Mish kena prej bakti, kena ble bakti, kena prej, kena shqit, mishin. Ka pas besu shmëria, ka pas hilin atë ko, apo jo? Ja, bio ka qenë, gjithmonë kanë qenë. O zonjën ku e gjete, me mblesëria apo unë njot bashkë? Zonja se kam pa kur derisa me shkullësi. Ashtu. Ju doli mbar zonjë? Shumë marë. Pra ti u da cilësor si një burë zotni? 100% ulqinak? Punëtor kasap? Zoti ju fali do një fëmi? 3 fëmi, kena tantëve mumuni, kena nipa, mesa, stër nipa. Bravo, pra familja zgjeruar tani. Numëroni do njëherë sa vida janë bërë? Nuk 10 vetë. E në kena qenë 9 fëmijë, 5 motra e 4 vllazër. Kur bëni dasma, s'keni nevojë të thrisi jashtë familjes. Tanë, Fëmijët keni këtu apo janë larguar? Këtu. Jetoj këtu? Po. Ai, pas ke mbajtur sap. Pa. Një ka sap që nuk e lë fëmijën të shkojnë në emigrim. Nga organizatorët është menduar një ndërthurje e bukur mes sofrës pejane dhe interpretimeve të grupit artistik të Gjimnazit të Ulqinit. Në këtë aktivitet do të paraqitemi me korin e shkollës. Ne tashmë kemi formuar korin e shkollës I cili po performon në skena të ndryshme brenda dhe jashtë vendit dhe sonte këtu do të paraqitemi me 2 pikë muzikore, të cilat të shpalosin edhe traditën, kulturën tonë shqiptare. Sa nxënës ka gjimnazi dhe përgjithsisht numri I fëmijëve në Ulqin si ka ecur? Gjimnazi momentalisht ka 815 nxënës, numri viteve të fundit ka qenë stabil, mirë, po koha ka treguar se ka pas rënje. Siç e thatë edhe ju, kori I shkollës është një punë e madhe. Mirë, po ne për tani numërojmë rreth 60 pjesëtar të korit, I cili ka performuar edhe në Shkodër, edhe në Durrës, edhe në Gjirokastër, në Prishtinë, dhe besoj që sonte do të keni kënaqësinë ta dëgjoni edhe këtu. Pra pas kemi një kor I cili pas ka shfaqje që I kalon kufit e një qyteti, pra shkon edhe më përtej në shfaqjet e ndryshme që ka pasur. Fëmijët vi me qejf, besoj, gjimnazistët kanë dëshirë që të jenë pjesë e kësaj. Realisht fillimi nuk ka qenë aq entuziast për të gjithë, megjithatë duke e parë se kemi sukses, dim të performojmë, kemi zëra të ri e kështu me radhë, po dhe me punën e palullshme të profesorit të muzikës, tani me interesimi është shumë I madh për korin, nxënësit nuk përtojnë para dreke, pas dreke, po dhe në mbrëmje të vinë të performojnë, të ushtrojnë e kështu me radhë, kështu që është një kënaqësi e gjithanshme që e kemi formuar korin e shkollës. Unë përgëzoj për këtë gjë dhe natyrisht më linda ajo pyetja, duke qenë se emisioni transmetohet në Shkodër, po bashkëpunime me Shkodrën a keni? Po, kemi pasur me ftesë të Universitetit Luish Gurakuqi, kemi qenë në Shkodër, kemi bërë ekspozitën e punimeve të artit figurativ, ndërsa kori ka pasur programin e vet artistik, të cilin e kemi shfaqur në ambientet të Universitetit Luish Gurakuqi.
Deri ku pretendoni të shkoni? Po, ne pretendojmë që të shkelim edhe skena të tjera jashtë akufive të Malizzi, po duke qenë se Shqipëria është vendi ynë, ne dëshirojmë të jemi më shumë të pranishëm atje. Ndërsa çdo gjë është gati për të filluar dhe sheshi është të mbushur nga ardarsit, zoti Hajdinaga ka një sugjerim për kryetarin e Bashkisë Shkodër, zotin Benet Beci. Udhtoj për Nizar, ku i kemi arbanasët tanë dhe jam i ftuar i nderit, sepse ata vinë nga zona Shkodrës, Ulqinit, Krajës dhe fshateve tjera, dhe jam lutur për tyne. Kjo është një mesazh për ulqinakun tonë, kryetarin e juj, zoti Becin. Me kanë lutë që ditën e nisjes për në Durrës, ku do të marrim pjesë në turneun bar kombëtar U15 moshës 15 dhe unë jam koordinatori i koordinatorëve, i kam ftuar që edhe shqiptarët e Zarës të marrin pjesë dhe ata stacionin e parë do ta kenë në Shkodër. Dhe unë besoj se zoti Beci do të ketë mirëkuptimin që e ka e do të vlerësojnë këtë punë shumë, por do të gjejnë kohë për të mirëpritur dhe të na japë një ciceron ti për të shëtitur atë që ka Shkodër që se ka asnjë qytet. Ne do t'japim një përmbledhje të shfaqjes e cila u mirëprit nga të pranishmit dhe përmbushi qëllimin e saj. Sot, pas më shumë se 2 dekadash, kemi nderin që këtë institucion ta udhëheq po i njëjti njeri që e ideoi dhe jetësoi këtë rrugëtim. Prandaj një falemnderim i veçantë dhe i ndjerë shkon për drejtorin e Cekumit, zotri Gzim Hajdinagën. Ashtu si që shprehëm dhe më parë, hapjen e programit do e bënin artistët e gjimnazit publik të Ulqinit, ku dëshmuan punën serioze që bëhet në këtë institucion në përgatitjen e talenteve dhe të një grupi artistik mjaft cilësor.
Malet ishin ato që elektrizuan atmosferën dhe u duar trokitën nga spektatorët. Me medaljen presidenciale nga Presidentja e Republikës së Kosovës për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në ruajtjen dhe promovimin e vlerave kulturore e tradicionale shqiptare. Nga ky moment i madh suksesi, ata kanë ardhur sonte këtu në Ulqin për ta ndarë këtë emocion dhe këtë titull krenarie me publikun ton. Në këtë rrugtim kulturor, ndjehemi të nderuar që kemi mbështetjen e pakurrësyer të mediave që na bashkojnë nga të gjitha trevat. Artistët nga Peja zgjodhën ta hapnin programin e tyre me vijën melodike të këngës tepër të njohur për shqiptarët, Baresha. I dashur Ulqin, në emrin të sofrës pejane do të kërkoja nga ju një duar trokitje shumë të madhe që keni ardhur sonte. Edhe ma fort ju lutem. Faleminderit shumë. Në emrin të sofrës pejane, këto duar trokitje shkojnë për juve e në veçanti për mikun ton, i cili para 19 vjetëve e tash mbas 19 vjetëve apet na kaftu. Gzim Hajdinaga, Zotit gëzoft, e falimderit shumë që na ke respektu, e falimderit që na ke thirrë. Ulqini për mua është peja jeme e dyta, unë e kënoj që në Ulqin që se di sakt, po ndoshta 40-45 vjetë. Ulqina këtë dashur, falimderit çdonim keni përkra, edhe unë jam mundur në mënyrën teme e mirë, po ju çdore keni qenë më të mirë se une në raport une me juve. Ju dua fort, falimderit shumë, një duar trokitje të madhe për sofrin pejane, ju lutem. Falimderit shumë, Gzim Hajdinaga.
Unë jam Fitim Beluli, një nga antarët e sofrës pejane, është sofra, është miqësia juaj, vllazëria juaj dhe përpos lidhjeve kulturore shpirtënore me këtë qytet të lashtë e të bukur. Në sofrën e peshkatarit çdo herë nuk kanë munguar sofrat tona të muzikës, duke marrë motive dhe nga familja Ajdinaga jashtë petkut institucional dhe politik të mikut ton Gëzimit, duke ushtru sofra për miq e dashamir. Mrëm ishim në Rëzhaj për t'i thënë falemderit Rëzhajës për sofrën e bukës në Eksodin 99. Krejt kjo, si kur dhe sonte me iniciativë të qendrës për mbrojtjen e kulturës dhe të pakicave në malin e zi. Është nder dhe privilegj i veçantë për ne që jemi bashkë. Falenderoj mediat prezent që janë kujdesur ta përcjellin këtë event dhe ta regjistrojnë. Nga Prishtina është televizioni më i shikuar Klan Kosova, që është me ulçinakët sonte dhe me muzikën këtu në pazarin e suvenireve. Është televizioni nga Shkodra, televizioni i Malit të Zi, media tjera lokale, Radio Ulqini. Të dashur miq, si që don Rendi dhe Tradita, unë dua të falenderoj edhe kolegën time nga Radio Ulqini, zonjën Eliana, faleminderit për prezantimin e mrekullueshëm. Është vajza juaj dhe meriton një dorë trokitje. Ndërsa miqësia është reciproke, ajo vjen e forcohet jo vetëm me këngë e me hare, por edhe me ato që lënë gjurmë e shenjtë pashlyeshme në jetët tona, dhe po ashtu për një kalendar të bukur historik për çfarë është pasionant Nikoqiri Gëzimi. Në këtë kuadër, me kënaqësi shumë të veçantë, kryetarin aktual të sofrës pejane, zotin Sadik Sadiku, që ka ardhur pa përtesë, ka 80 vjet, tash po i feston 80, 90, 100. Dhe virvilin ton dalin e ftoj, ndërsa me shumë respekt zotin Ajdinaga e ftoj të na bashkohet në BIN për pranu një dhuratë simbolike, cilën unë e di se do të ndaj shpirtërisht me krejt ulçinakt dhe me krejt shqiptarët dhe krejt popullatën e Malit Zi, për krejt mikpritjen dhe Nikoqir Lëkun që e ka tregu. Është një plaket, një mirënjohje që në raste jo të shpeshta e ndonë sofra pejane, për njerëz dhe miq të paharuar. Kënaqësi dhe nder i veçantë zoti Ajdinaga t'i bashkoni dhe ta pranoni këtë simbol të sofrës pejane dhe të popullatës Pejës. Mosha dhe musafit të ulçinakët ka përparësi, urdhoni zoti. Kemi nderin që ne me të sofrës pejane, kemi një dhuratë për ulçinin edhe zotëri Gëzimin. Ju falinderit për pritjen, ju falinderit për këtë mramje. Ju dëshirojmë që çdo herë të keni kazmet, këngë e harre. Po ashtu është edhe një historik i sofrës pejane që do ta pranoj ministri Ajdinaga dhe po ashtu drejtori. Ne kemi një shprehje nëse guxojmë e thonë pej, kur nusja dele mirë dhe po i boni 100 vjetë vdes të i thonë nuse. Kujdesi ti si minister dhe si kryetar ka qenë çdo herë permanent. Ndaj, unë e quj minister, dhe po ashtu nga esnafi, qarshia Pejës, meq Peja dhe Ulqini janë të lidhur dhe ekonomikisht edhe me lidhje ndërfamiljare, një plis që është punu me shumë kujdes nga zejtarët e Pejës, po ashtu një emocion për Ulqinin dhe Malin e Zi, për ju zoti Ajdinaga do t'jetë nga sofra pejane. Nderuar ulçinak të dashur, motra dhe vllazër, lejoni që në emrin tuaj, por jo vetëm ulçinakëve se kemi edhe musafir, t'i thom sofrës pejane, mi se keni ardhur në sofrën e madhe ulçinake, qyteti i cili ka ditë me prit miq e dashamirë, sidomos Kosovën e Pejën. Jemi këtu me këta burra të cilët nuk janë vetëm artistë dhe antartë e sofrës 200 vjeçare, por janë intelektual të Pejës. Këtu mas mejet, miqtë e mi, ashtu si që tha edhe Fitimi dhe i madhi Ramadan Krasniqi, unë kam pas nerën dhe shtëpia jeme t'i presim në sofrën ulçinake në emër të familjes time, besoj se në ulçinak kena drejt me thanë, kushta që i pret për vete, por pret edhe për qytetin e Ulqinit. Pra mas 19 vjetëve, përsëri sofra pejane ashtë në qytetin e vetë, qytetin më të lashtë, i lirë dhe të kulturës. Kultura që bashkon. I nderuar kryetar, ju keni 80 vjeç,
na nuk ju lam me shku në të botë e pat në këtë pjesë filmike para 19 vjetëve, një numër i antarëve të sofrës ma nuk jeton me ne. Por, jam i sigur që njerëzit shkojnë e vinë, institucionet mesin, postet përsëri shkojnë e vinë, por e që metën gjallë, është kanga e vjetër qytetare e cila ka jetuar 1000 vjetë dhe sonte më lejoni të përmisojnë pak fitimin, i cili dikur ka qenë gazetari i televizionit Tugagjini dhe ka qenë një prej lajmeve më të mira për qytetin e Ulqinit dhe ati si e kena në kryetar. Kur fillon maji dhe ju na keni prit me muzikë, na lusim Zotin që në shtator përsit jemi me kanë dhe Ulqinit jetë plot e gjepët i kena plot me pare e me turista. Tashti, fjalla shumë fukarallëk, do t'ja lam kangës në vazhdim, por unë ma te përdolla këtu në emër t'ju t'i falenderom pejës qytetit të dashur të Ulqinakve, por jo vetëm të gjithë Kosovës, të cilën Ulqinin nuk e harrojnë kur. Le t'jetojnë kultura, le t'bashkëpunojmë njëni me tjetërin për çdo ditë, sepse kultura ka hedh mure edhe atjerë kur s'kemi guxu. Rënov Peja, rënov Ulqini, mi se vini me argju pak pare. Faleminderit drejtora Edinaga, faleminderit kryetar Sadiku. Të dashur miq, ne do të vazhdojmë repertor. Kjo është pjesë jashtë protokollit dhe është diçka që se kam konsultuar me organizatorin e as me Nikoqirin, por u emocionova nga fjalët e zotit Edinaga dhe këtu du të përmend vetëm 2 njerëz që na ndjekin nga qielli e do të shkoj homazh dhe nderim për gjithë ata sepse njerëzit janë të kufizuar në kohë, kjo dihet. Në kuadër të asaj shtëpisë madhe që thash jashtë tapetkut institucionale politik, dua ta kujtoj njerin Meto Edinaga që ka prit dhe ka hap derën e sofrës, bukës, kripës dhe të muzikës në Ulqin në vitin 2007, shumë edhe më herët. Dhe dua t'i them faleminderit zotit Edinaga për ish kryetarin e sofrës pejane, tashmë i ndjerë zotin Ekrem Turjaka, i cili pat ndru jetë në Ulqin, në qytetin e tij dytë lindjes dhe fal kujdesit institucional zotit Edinaga, ne e kemi pastruar gjitha ceremonitë si që ka i një shqiptarit mirë.
njëherë të shpreh mirënjohje të thellë për qendrën për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave të Malit të Zi. Fal vizionit të këtij njeriu, institucionit dhe përkushtimit të drejtorës Zotri Gzim Hajdinagës, sonte Ulqini dhe Peja u bën një. Faleminderit Sekumit që vazhdon të ndërtoj këto ura kaq të bukura bashkëpunimi dhe që ruan me dinjitet pasurinë tonë kulturore. Ju falenderoj të gjithëve që ishit me ne. Vazhdoni të shijoni këtë mbrëmje nën magjinë e zërit të Danit. Maestro Sei.
si të zi mëj Magdalena, si haroj mëj dhe të përje, Magdalena, mëj Magdalena, ja du të mare, ja do të fles, Magdalena, mëj Magdalena, si haroj mëj dhe të përje, Magdalena, mëj Magdalena, se për tyje taj me shpres, Magdalena, mëj Magdalena. Ne do të largohemi nga Ulqini me një ndjesi shumë të mirë që morëm nga Sofra Pejane, duke shpresuar që jo vetëm Ulqini ta ketë si traditë prezantimin e saj, por pse jo edhe në Shkodër të shijojmë muzikën e bukur shqiptare që na vllazëron e përbashkon. Këto pra ishte materiali që ne kishim përgatitur, e kemi nisur fillimisht me një muze, fotografie, të ndryshe, ku vizitorët mund të shkrepin fotot e tyre me veshje tradicionale të Ulqinit, për të vijuar më pas edhe me intervistat të ndryshme të artizanëve të këtij qyteti të bukur turistik. Dhe ajo që dominoi në transmetimin sonte ishte Sofra Pejane, një traditë e bukur e bashkimit dhe e vllazërimit, duke shpresuar që kjo traditë e cila është rikthyer pas 19 vitesh në Ulqin të jetë e përvitshme dhe jo vetëm kaq, por Sofra Pejane të vijë edhe në sofrën shkodrane dhe urojmë që kemi këtë miks të bukur e të këndshëm e të festojmë të gjithë së bashku. Ritransmetimin e emisionit ju do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, ndërkohë ju lënë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Ne do të vijojmë javën e ardhshme ku do të paraqesim çelin e sezonit turistik në Shllak. Por kemi kohë deri atëherë, ne do të përgatitemi për të paraqitur një emision shumë të këndshëm për të gjithë ju. Natën e mirë.